tjera këshilla janë kanë natën mos gabo me dalë. Mos gabo, ti ke dalë çdo natë. Na kemi dalë në për bar, domethënë ne kemi pa këtë qytetin, jemi knaq. Edhe në asnjë moment nuk më ka dok vetja si rrezikum. Në tjera vende që jam kanë në botë, si për shembull në Amerikë, në Kaliforni, atje shumë rrezik më ka dok vetja, rrugëve. Në Venezuela, normal nuk më kanë çuar për ato vende që janë shumë të rrezikshëm, po në përgjithësi mirë e kom një vetin sigurt, edhe jam kanë në për do vende që është sigurt një vend pa sigurt. Po, edhe që kam ka bo për shtypje diçka tjetër, është sa mirë e kanë mirë mbajt qytetin, krye qytetin sidomos. Domethënë mbeturina rrugëve sa në s'kum pa hiç. Kjo më ka pëlqy se unë na e dim çysha situata në Kosovë, në Shqipëri për këtë punën e mbeturinave që i lajnë nëpër vende publike. Në këtë mënyrë atje ma mirë majnë shtetin e vetë, sipas mendimit tem. Edhe jam kanë nëpër do vende jo vetëm nëpër plazha, nëpër qytetet mëdha, gati gjysën e këtë shtetit kemi shëtit, po edhe një vend që më ka pëlqyer shumë, kemi shkuar në midis xhungllës. Domethënë për memëri atje as nuk ka rrugë që çojnë atje, nuk ka qytet, po vetëm një popull indigjen që para 2 gjenerata nuk kanë pas domethënë shtëpia të ndërtuara me guri, po janë kanë tamam populli indigjen në xhungëll që kanë jetuar në Amazon. Edhe për me mri atje, kemi hyp aeroplanit në krye qytetin e Venezuelës, kemi udhëtuar një orë gjys, veç drejt natyrës, pa civilizim, pa kur gjë, veç natyrë edhe mal. Edhe jemi kanë tani atje dikun telefoni për shembull rjet s'ka pas, ja kanë 5 ditë jemi kanë vetëm aty edhe kemi pa do vende bukurie natyrore që janë për vendeve më të mirë në botë, besoj unë. Janë jo veç xhungëll, natyrë, shumë jetë, edhe që thë gjallëni, po janë edhe do male, bjeshk që është. Për ato që intereson shumë, mundi me shtyp në Google quhet Tepuy, male që prej tokës është sikur 1 kilometër në hava shkon. Jo sikur malet e Zvicrës, po diçka shumë e veçantë, duhet me pa vetë, sa shumë vështirë me përshkru. Interesant. Edhe ujvari më i lartë në botë është atje, edhe kemi udhëtu 5 orë kemi hecë në për xhungëll, domethënë me ato mickojat që i kanë ty në çfarë smundje që mund me dhanë, malaria për shembull.